Jemi sërish bashkë, rikthehemi në studio dhe tani do të kemi një lidhje direkte në Amerikë. Arineta Mula është vajza shqiptare që ka ngjitur majën më të lartë në botë, më të rrezikshme dhe më sfiduesen për çdo alpinist. Bëhet fjalë për majën e Everestit. Dhe për të kanë shkruar edhe mediat më prestigjioze si BBC. Rutina e saj si alpiniste ka ndryshuar. Ajo tashmë nuk ngjit më majat më të larta në botë, por del shëtitje me vajzën në supe në temperatura të ulta, duke dhënë edhe këshilla për jetën. Jemi në këtë lidhje me Arinetën. Përshëndetje. Përshëndetje Bruna, ju faleminderit shumë për një prezantim të mrekullueshëm. Tani jam nga Amerika, nga një mal shumë i bukur, mali më i bukur i jetës, me vajzën time, e cila për momentin nuk është këto. Unë do doja për ata të paktët ndoshta që nuk të kanë parë, të shohim një përmbledhje të disa prej videove të tua shumë të bukura, kur ti me vajzën tënde në mod të acartë, del shëtitje edhe je gjithmonë me të, po ja i shohim. Për disa lumëtëria dhe forca e vërtet është ku nuk pret kur gjë për i kërkujt. Apo? Nga njëherë, vendi më i mirë me konë është në lutje dhe dikuj tjetër për ty. Sot është -10. Normal që kemi dalë me jetë, edhe po knoqemi. Dilni. Për disa sekunda në heshtje, në mendjen tënde, listo ose përmend kënd ta dën zemra edhe shpirti. Liria nuk është me bo çka të kish qefti. Liria është me ditë me kontrollu, me zotëru dëshirat, impulset, reagimet. Mos gjej arsyetim, mos me dalë. A i ki pa kur dënë me bo diçka, nuk ka shka të nalë. Nga një herë, problemin nuk të zgjedhin as telefoni, as kafja, dhe sa as bisedat me njerëz. Kështu që kur je i hutum, ose ki nevoj për qartësi, mos vrapote njerëzit. Rrin heshtje. Sa video të bukura edhe shumë frymëzuese, po vajza sa e mbarë edhe sa e urtë. Ndoshta për arsye se për momentin është 20 muaj, por qysh prej që ka qenë e vogël, e ka mësuar ndoshta për me dalë, edhe nuk është që më bën problem. Po sa e vogël? Kur ka nisur shëtitjet tuaja të para në dëbor? Ka lindur në qershor 2024 edhe mbaj mend prej momentit që ka marrë në shtëpi, unë kom dalë jashtë me të. Sigurisht jo me këtë qalë, sepse këtë qalë kam filluar ta përdor më vonë, por do më thonë si bebë, si foshnje, e kam pas një qalë tjetër këtu përpara, edhe kam dalë me të me njëherë. Edhe në dimrin e parë që e ka përjetu, ne kemi dalë me karrocë, por tash dimri i dytë që është ky dimër, ka qenë me vërtet i bukur. Më besoj dhe unë tash kur po i dëgjoj këto video, po më vjen mirë në një farë forme që jam të dokumentu këtë moshë me vajzën, sepse po ikën shumë shpejt. Po, fluturon. Po më vjen mirë sepse unë nuk bëj asnjë plan që jam do të bëj këtë hënën të martën të mërkurën, nuk kam asnjë plan. Me thjesht e marr vajzën edhe çka po më vjen në mend, krejt ato përjetimet e mia jetësore. Po shumë interesante. Çfarë mesazhesh dëshiron të përcjellësh ti përmes këtyre videove? Jeta gjithmonë na sjell gjëra të bukura dhe gjëra jo të mira. Unë shumë kam dëshirë me përcjell një mesazh që njeriu bëhet shumë më i fortë kur kemi vështirësi dhe i tejkalojmë ato, që të mundohemi të mos të stresohemi dhe të lodhemi sidomos për gjërat që ne nuk kemi kontroll mbi to. Edhe jeta është e bukur edhe me gjanat jo të mira, sepse po të mos dilnim të gjanat jo të mira, ne nuk do ja diqim vlerën gjanave të bukura dhe të mira. Unë kam qenë shumë në rrezik, jo vetëm në lutën e fundit bashkë me familje, që Zoti ka dashur dhe jemi shëndetshëm dhe të mirë,
por pastaj edhe rrezikun më të lartë e kom pas në ngjitje malore që i kam bë. Edhe ndoshta zoti më sa do shtom edhe ma gola pjetën për së dyti herë, e sot jam shumë e lumtur se jam gjallë, e ma lumtur bile që jam nani një vajze, e për mundona gjitha ato përjetimet, vështirësitë, sfidat, ndoshta që s'kam pas do në momentin kur kam qenë vështirë me i thonë, në një farë forme vajza, o të më përru për brenda, edhe po du me javë zonin, dhe më thonë për në të në vedove, më tregu njëtëve që jetën për bukur, pavarësisht vështirësive dhe çka do që na vjen, jemi fort edhe jemi më të fort sidomos kur të ngritemi, kështu që jeta është e mirë në përgjithësi. Dhe do të flasim për një nga vështirësitë tua, por edhe një nga ato qëllimet që ti i ke vendosur edhe i ke realizuar, siç është ngjitja në malin e Everestit. Po para se të shkoj aty kam edhe disa kuriozitete. Ajo çanta që mban ti vajzën, është shumë e rëndë? Sepse gjithë që mësohen edhe këto në Amerikë, kur domethënë në vendin ku jetoj, të gjithë ju duken pak interesant se nuk është që dhe shumë njerëz e përdoren. Tash teknologjia dhe gjitha këto produkte kanë avancu shumë. Kjo çantë është shumë e lehtë, sidomos për mua të mësuar me pesha të rënda, por kjo çantë është vetëm 2 kg gjysmë. Por pastaj kur e vendos vajzën edhe i marr ujin, ushqimin, rroba shtesë, gjitha ato gjona, dhe më thonë vjen deri tek 18-19 kg, varësisht, nuk ka 20 kg. Por më që unë kam qenë alpiniste për gjitha vjetë, pastaj vrapimet malore dhe gjitha vështirësinë fizike dhe mendore nuk është që e llogaris shumë. Kështu që për mua më të bëjt vajzën 1 orë, 2 orë, 3 orë nuk është more problem. Arineta, ti je alpiniste profesioniste? Unë kam përfundu shkencat politike. Pastaj kam filluar dhe Universitetin e Juridikut, kështu që pastaj kam filluar alpinizmin, vrapimin, edhe alpinizmin dhe vrapimin më mori zemrën, mendjen e krejt. Kështu që unë kam bërë dikun rreth 8 vjet ju marr me ngjitje të maleve, e pastaj e pandemisë, ndryshoi gjithçka, edhe pse unë bëja një punë në zyre, e në të njëjtën kohë aktivitete fizike nuk i kam dalë asnjëherë. Pastaj erdha në Amerikë, këtu fillova të punoj, por me lindjen e vajzës, gjithçka ndryshoi. Kështu që ka një vit të plotë që nuk bëj një punë tjetër, pas rrisjes së vajzës. Punoj një punë 2 herë në javë, por e kam vajzën me vete, kështu që kujdesna për një djalë këto. Por punë kështu, për momentin... Po sa mirë, po çfarë punë është kjo Arineta që të lejon ta marrësh edhe vajzën me vete? Se është fat i madh për nënat që të mund ta kenë fëmijën me vete. Dua të sqarohem që në momentin që kam lindur s'kam marrë pushim fare të lindjes. Për 9 muaj të tërë e kam marrë vajzën në zyre në një kompani farmaceutike këto, edhe kam punu në zyre. Edhe ka dosh zoti ashtu fatin që nuk e kam pas kërkon zyre, kam marrë, domethënë, ka qenë më shumë shitje në krejt Evropën edhe Amerikën për një produkt të caktuar që ka qenë. Por, në momentin kur vajza filloi të lëvizte dhe pata mundësi me marrë një vete, atëre ishte vendimi që mu dasht me lanë puna. E për momentin e bëj kujdesna për një djalë tjetër, i cili është djalë shqiptar këtu, i ka 7 vjet, edhe me kënaqësi ata ma kanë leju në një platforme sigurisht edhe po mbështesin si nanë, edhe për marrë vajzën në veti, kështu që shkoj në shtëpitë ta, edhe kujdesna për djalin e tyre derisa nana dhe baba e tyre janë në punë. Mrekulli, tani do të shohim bashkë disa foto, të cilat janë të periudhës që ke ngjitur majën e Everestit. Në fotografinë e parë ishte flamuri i Kosovës, të cilën e kemi ngjitur me shumë krenari. Është edhe flamuri i Shqipërisë, që kemi zemër gjithmonë. Kjo është fotografi, këto janë majë mali. Këto janë akullnojnat, pa shumë akullnoja në momentin kur ngjitesh, domethënë për në Everest. Akullnojat janë të rrezikshme. Interesante që çizmet që i kom pas kanë kënë 2 numra më të mëdhaj, edhe po më kujtojnë gjithmonë këto shpallë se ç'piqen në mënyrë horizontale.
vendosja këmbën, e thysha që nuk kisha shumë stabile, ku si sa herë që i shoh këto foto më kujtohet ajo sfida ime në qizmet e mdoja, sepse s'kam pas numër për mu. Po pse, s'ka patur numër, jo se duhet të jenë më të mda, po s'ke gjetur numrin e përshtatshëm? Ne shqiptarët jemi pak kështu të çuditshëm, kemi qenë, domethënë si ekspedita e parë nga Kosova për me prezantu me ngjite dresën. Na për herë parë shkum në Nepal, edhe aty kemi leti. Derisa alpinistët të tjerë, ata përgatiten më herët, i vlen teshat më herët, të bëjnë matin më herët, i vlen për shembull në ndonjë vend në Europë ose në vendet e tjera. Na patëm ashtu nisjen, jo të çuditshme, po... Të minutës së fundit, të themi. Edhe është një diçka interesante qytetare që ju tregoj njerëzve edhe që më pëlqen shumë. Dhe tani shikon dhe ke shumë histori për të treguar. Cila është ndjesia kur je në çatin e botës? Vizioni jam ka qenë me prezantu shtetin, sepse ata flamujt kanë qenë si një farforme që me. Edhe është një ndjesi tepër e bukur sepse nuk është që e bëm për veten tënde, por e bart një shtet të tonë, sepse gjithë ata njerëz që i kom taku, jo vetëm Maja e Malit, sepse Maja e Malit është vetë qëllimi, por rrugtimi është shumë i rëndësishëm. Gjithë ata njerëz që i kom taku, më kanë fol, biseda e parë është prej nga je, për shtetin tënd, kulturën, edhe i kom thirrë në ato e di në, domethënë marrë me vizitu Kosovën, në Shqipërinë, edhe kam ardhur njerëz, kështu që është ndjesia më e bukur në botë, kur nuk e ndonë diçka veç për veten, por edhe me të tjerat. Do të shohim edhe një tjetër foto bashk. Në këtë foto je me Ramush Haradinaj. Ku? Ramush Haradinaj, një respekt shumë të veçantë. Madje tash ja dërgova një mesazh se po është tërheqjen e tij nga AK-ja dhe i urova sukses, sepse nuk besoj që do të jetë gjithçka e njëjtë pa të në atë, pa dashur të hyjë në politik. Ramush Haradinaj është një sportist jashtëzakonisht i madh, jo vetëm i fortë fizikisht dhe me mendje, por unë kam bëu udhëheqjen e grupeve me zotrin Ramush Haradinaj dhe grupin e tij, tikon rreth 25 njerëz disa herë. A di çka më ka pëlqyer më shumë nga zotri Ramush Haradinaj, që gjithë kohës është kthyer me pa grupi ku është, a kanë gjithë me hunger, a kanë gjithë me pi ujë, edhe në çdo vend që jemi ndalë, jo veç është sill mirë me ta, jo veç i ka përshëndet gjithë me dorë, por është njeri me zemrën më të madhe, edhe mënyra që përshqyll me çdo njeri në malë dhe me ekipën e tij, tregon shumë më shumë që nuk është një njeri që është një lider. Nuk është tubec, por është lider i zemrave të shqiptarëve, edhe kam shumë respekt për këtë legjendë të gjallë të shqiptarëve. Arineta, si re ti në objektivin e BBC-s? BBC-a ka qenë histori kështu. Nga Safiri sigurisht e një si emën, është një prej personave që ka bërë shumë në, jo veç për turizmin malor, por është një prej njerëzve më aktiv që unë i njoh, që jeton në Kosovë dhe kontribon për vendin. Edhe në atë moment unë punoja për kompaninë e tij, kështu që vjen një grup, dhe në atë grup ishte një gazetare me emrin Debora, shumë e bukur dhe e mirë. Kështu që ajo ka qenë, e mbaj mend çmysh në ditën e parë, ajo në një ecje që është mjaft e pisur, fillon nga Kuqishta në Rrugov, deri në Babinopolje, në Maltëzi, është një prej ecjeve më kështu të pak të vështira. Ajo ka dashur me hiq dorë për asaj ecje. E mbaj mend që jo kështu në 20 minuta po blon grupin nal, edhe ku marrë ashtu çanta dhe kretë dhe nuk e kom leju ajo për me hiq dorë. Ajo ishte gazetarja, domethënë, që as pak se kom mendua dhe se kom bu me mend që kjo gazetare do të bëj një rrëfim. Por ajo prej atij momentit mendoj që ka fituar dhe një respekt shumë të madh për neve si shqiptarë, që ti e din vetë, na shumë ndihmojnë tjerëve, nga një herë e lojmë edhe vetën veç me ndihmë dikujt nëse ka nevojë. E këtë e kam bërë gjithmonë me njerëz, edhe sidomos me turist, kështu që ajo prej asaj ditës së parë, që ka vazhduar në 6 ditë të tjera, ajo ka pasur mundësinë me ka bukurinë edhe kulturën, udhëzimin, ka taku shumë njerëz. Sepse ideja e grupeve është që me të ku me hapin dhe me të ngadaltit. Jo me tregu forcë, po me tregu
domethënë shpirtin ekipor. E qartë. Ajo është momenti që më ka lidhur shumë me këtë gazetare, edhe pastaj kur është përfunduar gjithë udhëtimi, ajo gjatë tërë kohës se kam ditë fare, më ka bërë pyetje të ndryshme, domethënë për jetën time, për nxitjet, edhe më ka po kështu si person ndoshta më interesant për rrëfimin e saj. E pastaj bashkë me Virtyt Gazaferin, kanë qenë në komunikim edhe kanë bërë këtë storje që mendoj se ka bërë të madhe, jo vetëm në vendin tonë, por edhe ndërkombëtar. Ka pas një efekt ndërkombëtar, sepse unë e shpërndaj këtë link tek njerëzit e tjerë dhe besoj që është një prej artikulleve më të bukur që prezanton diçka, një pjesë të Kosovës. Dhe është një gjë vërtet shumë e bukur. Arineta, foto e fundit që dua të tregoj është pikërisht kjo. Je ti me nënën tënde. Sa vjeç i ka nëna? Në cilën mali jeni ngjitur bashk? Kto është në malin e Xheravicës. Është një flamuri shqiptar gjithkund. Kjo është mali i parë dhe për momentin e fundit, do të ketë edhe malet e tjera ngjitje tjera. Kjo është 1 vjet kam qëndruar në Amerikë, pastaj jam kthyer në 2023. Edhe i kom premtu vetës që kom me ngjit bashkë me mamin, malin e Xheravicës. Ajo e ka patur dëshirë këtë gjë? Ajo ka dashur që të ngjisë mali? Jo? Nuk e ka pas dëshirë, po gjithmonë më thoj që kam qenë atlete, kam qenë e fortë, ti je si banë, kështu që i thash okej, nëse mendon që je si one, ti do të provoje veten. Dhe ja doli. Pyetja e fundit, vjera jote, çfarë thot kur ti e mban vajzën 3 orë, 4 orë në atë mocë të ftohtë? Të ftohet të muret fëmia ndonjëherë apo jo? Ajo ka sigurinë si çështjen ma që preokupohet, për shembull në vizitat e forceve që i bëj, gjithmonë më thot ai je sigurt, si kur nona, do të thonë se vetëm kam si nonë këto. Po e shohim vjerën, kjo është vjera jote që shohim në këtë video. Ka veshjet e tua me të cilat ke ngjitur majën e Everestit. Po, vjera më tha, mos gabo me publiku, sepse unë du me një vesh, e pastaj atë mundesh me publiku. Kështu që është një prej këtyre momenteve që unë dhe pak më interesant. Është një person shumë qesharak, i mirë dhe më pëlqen qëndrimi me të. E i ka vesh tishat e Everestit dhe më tha, për ndryshe, vjera ka kohë që lufton, ka 10 vjet që lufton me kancerin e gjirit, për mua është prej personave më luftarak, më pozitiv, dhe ajo shumë veç buzëqeshje. Uroj shumë që t'ja dalë. Në çdo moment e kthen në moment bukur edhe pse ka shumë arsye për mes me vonë një gjë të tillë, kështu që kjo video nuk e di sa e keni lexuar, por ka pas një mesazh në fund që secili ka një Everest në vete, nuk do të thosh edhe të ngjitet. E kuptoj, dhe nuk është nga ato vjerat të cilat të thonë do të ftohet vajza për shembull, siç ka disa komente që janë aty të cilave ju kthen përgjigje secilës për të kuptuar se sa i rëndësishëm është kontakti me natyrën për të vegjëlit, për fëmijët, dhe nuk ftohen fëmijët sepse janë të veshur në mënyrën e duhur dhe ju duhet ajri i pastër. Arineta, faleminderit shumë, ishte vërtet shumë kënaqësi kjo bisedë me ty. E mirëpritur në studio sapo të kthehesh në Shqipëri, dhe patjetër që mund të kemi edhe komunikime të tjera, sepse rasti yt dhe modeli yt është vërtet shumë frymëzues. Mirupafshim. Ishte shumë e natyrshme dhe faleminderit shumë. Shumë kënaqësi. Kthehemi në pjesën tjetër.